Sa po takova një gazetar I cili më tha që agron, unë jam dakord që fondet e RTS-s të ulen, por nuk jam dakord që RTS-ja të mbyllet. Por në fakt unë nuk e kam thënë kurrë që RTS-ja duhet të mbyllet. Kam thënë thjesht që fondet e RTS-s duhet kalojnë nga 30 milionë euro në 5 milionë euro, jo që të mbyllet, dhe të kursejnë 25 milionë euro nga taksat e qytetarëve shqiptar. Por një grup gazetarësh, analistësh kanë gënyer aptas opinionin publik duke u thënë që unë pas kam dashur të mbyll RTS-n. Dhe në krye të tyre, kush ka qenë ish drejtori I RTS-s, I cili është dënuar për munges barazie në tenderat e RTS-s. Praktikisht ka shpërdoruar, mos të themi vjedhur, fondet e RTS-s. Ky akuzon dhe gënjen qytetarët shqiptar duke thënë që unë pas kam dashur mbylljen e RTS-s. Imagjinoni. E vërteta është që parat e qytetarëve shqiptar duhet mos të shpërdorohen. Për ata 5 milionë euro, siç them unë se duhet të jetë buxheti I RTS-s, mund të duken thërime, sepse ata nuk e dinë se si fitojnë parat, se si ato para janë mbledhur nga qytetarët shqiptar me punë dhe me djers dhe nuk mund të shpërdorohen. 5 milionë euro janë më se të mjaftueshme për një rezultat, për një audiencë prej 0.pak% sa ka RTS-ja. Mjaft me gënjeshtrat, mjaft me mashtrimet.